mund të filloj? Možeme? Të nderuar qytetar, të nderuar gazetar, të nderuar përfaqësues të medjave, sot me përfundimin e procesit zgjedhor, në emër të beslidhjes Aleanca Kombëtare për Integrim, shpreh mirënjohjen dhe respektin më të thellë për çdo qytetar, e veçanërisht për mërgatën tonë që sot ushtroi të drejtën e saj demokratike për të votuar me përgjegjësi dhe dinjitet. Këto zgjedhje ishin më shumë se një garë lokale, ato ishin një provë e karakterit politik dhe moral të shtetit. Rezistuam përballë një fushate të pandershme dhe jo ligjore, që e njollosin procesin dhe e cënojnë barazimin e garës. Pam blerje masive të votës, pam asfalt elektoral, bekatonizim të natës, shfrytëzim të resurseve publike dhe ndërhyrje brutale të aparatit shtetëror në favor të pushtetit. Megjithatë, pavarësisht këtyre abuzimeve, qytetarët dëshmuan se dinë të dallojnë dhe nuk lejuan që këto metoda të errëta ta devijojnë rezultatin e raundit të parë. Prandaj, jemi të bindur se nuk do të arrijnë ta devijojnë as tani në raundin e dytë. Besimi ynë është tek qytetari, tek forca e votës së lirë dhe dinjiteti i njeriut që nuk shitet për një thes çimento, një rrugë të shtruar me nguti apo një kontratë përkohshme. Në këtë fazë të ndjeshme të procesit, bëjmë thirrje të drejtë për drejtë ndaj çdo komisioneri, çdo vëzhguesi dhe çdo institucioni përgjegjës që me ndershmëri dhe përgjegjësi të lartë profesionale të garantojnë votën e lirë të qytetarëve dhe integritetin e procesit zgjedhor. Çdo votë është e shenjtë dhe çdo ndërhyrje në të është ndërhyrje në të ardhmen e vendit. Beslidhja Aleanca Kombëtare për Integrim mbetet e vendosur në rrugën e saj për ndryshim, për dinjitet qytetar dhe për ndërtimin e një shoqërie ku pushteti fitohet me besim e jo me presion. Rruga jonë është e qartë, rruga e demokracisë, e barazisë dhe e integrimit evropian. Ne do ta mbrojmë këtë rrugë me vendosmëri, me qetësi dhe me dinjitet. Ju faleminderit. Po qituvani građani, po qituvani novinari, po qituvani predstavnici na medijumite. Danes so završevanje na izborniот proces vo ime na Nacionalната alijansa za integracija izrazuvame dlaboka blagodarnost i počit kon sekoj građanin, a особено kon našата dijaspora, koji danes go iskoristija svojeto demokratsko pravo na glas, so odgovornost i dostoinstvo. Ovие избори беа повеќе од локална трка. Тие беа тест на политичкиот и моралниот карактер на државата. Успешно се соочивме со нечесна и незаконска кампања, кои го оцрнаа процесот и ја нарушуваат еднаквоста на изборниот процес. Сведоци сме на масовно купување гласови, изборен асфалт, ноќно бетонирање, злоупотреба на јавните ресурси и брутална вмешаност на државниот апарат во корист на власт. Сепак, и покрај сите овие злоупотреби, граѓаните покажаа дека знаат да препознаат и не дозволија овие темни методи да го искриват резултатот во првиот круг. Затоа сме убедени дека нема да успеат да го искриват ниту сега во вториот круг. Нашата доверба е во граѓанинот, во силата на слободниот глас и во достоинството на човекот кој не се продава за вреќа цемент, на брзина асфалтиран пат или привремен договор. Во оваа чувствителна фаза од процесот упатуваме директен повик до секој член на изборната комисија, до секој наблюдувач и до секоја надлежна институција, со честност и со висока професионалност,
Odgovornost da ja garantirat slobodната volja na građanite i integritetot na izborniот proces. Секој глас е свет и секое мешање во него е мешање во иднината на државата. Националната алијанса за интеграција останува цврсто посветена на патот на промените, на граѓанското достоинство и на создавање општество во кое власта се добива со доверба, а не со притисок. Нашиот пат е јасен, патот на демократијата, еднаквоста и европската интеграција. Ние ќе го браниме тој пат со решителност, со спокој и со достоинство. Ви благодарим. Urdhoni? Po akuzoni qeverinë se disa qytetarë ose deputesi kanë nderë për një jetesë 5 mijë. A keni fakte? Keni diçka konkrete për kësaj? Sigurisht se është notore blerja masive e votave, është notore botërisht e ditur ajo që ka ndodhur edhe para raundit parë, edhe tash para raundit dytë. Në ora 19 në raundin e parë ne thamë se edhe për skaj abuzimit institucional nuk mund vi deri te devijimi i vullnetit qytetarëve dhe Aleanca Kombëtare për Integrim përfundoi zgjedhjet me më tepër se 23.000 vota më tepër në rrafsh kombëtar. Edhe tani me të njëjtat praktika abuzuese dhe me ndërhyrje brutale të pushtetit shtetëror jemi përballur gjatë kësaj fushate e cila ka qenë fushat e paligjshme dhe e pandershme. Nëse e lexojmë me vëmendje kodin zgjedhor, nenin 8A, nuk lejohet përurimi i projekteve jo gjatë fushatës, por në momentin që shpallen zgjedhjet. E lëremon 1 ditë para fushatës, 2 ditë para fushatës, 3 ditë, 4 ditë, çdo ditë. Besoj se të gjithë jemi dëshmitar, prandaj po themi është notore ky abuzim, cilën e ka bërë ky pushtet për të devijuar vullnetin e vërtetë të qytetarëve. Po megjithatë, atë që nuk arritën ta bëjnë në raundin e parë, nuk besoj se do ta arrijnë ta bëjnë edhe në raundin e dytë. Edhe një pyetje, cilët janë pritshmëritë tuaja për rezultatet? Ne besojmë tek qytetarit, e vullneti i lirë i qytetarit, i cili nuk shitet për asnjë test çimento, as për favore tjera të pandershme dhe jo ligjore, prandaj besojmë se ai vullnet reflektohet në kutitë e votimit, të cilët tani po hapen dhe me durim të presim numërimin e votave të secilit qytetar.